shumë faleminderit për prezencën tuaj. Mira shumë të plotësuar, sepse kjo natë e sonshme nuk është një natë e zakonshme e rutinës së kalendarit, po është nata ku hapet viti artistik i Galerisë Arteve Shkodër, dhe pritshmëria jam të folë si në emër të institucionit, edhe të përfshirës tonë me punën, ishte me të vërtet e ngarkuar me emocione, sepse kishim besimin e emrave shumë të mirë, po ne asnjëherë Shkodra dhe pse vjen që nuk e trahton veten që si e ke galerinë nuk shumë plot me njerëz. Shumë faleminderit që keni ardhur. Jena shumë mirënjohës ju edhe medias me veçanti. Nëse ne do të kishim një referencë në shkencat e albanologjisë ose shkencat e studimit të kulturës shqiptare, nëse do flikim për një arkeologji të gjallë, personalisht do ta përkufizoja këtë grupim artistik për 15 autorësh të shkollës së traditës piktorike shqiptare si mundësia për me pa atë që nol për së gjallin tek artisti. Pra marrëdhënien mes artistit, krijuesit, veprës së artit që shohim ne dhe ndjejmë si publik, e cila nol pas një filtr. Sidomos në këtë kohë ku filtrat janë të shpeshtë, janë të llogaritur, janë të kodifikuar, dhe ne kena fatin me prek çdo pjesë të Shqipërisë, Shkodrës, që është rrafë për shiut, ma era, ma bora, ma lakshtina, bryma, mjegulla, detit, për çdo gjë, çdo pigment, çdo sens natyral që ka Shqipëria sonte kena këtu. Unë nuk kam si hyrje të rejtor kuratorit të kësaj ekspozite dhe përfaqësuesit 15 emrave që do t'i përmendim me shumë gentilesë profesor Agron Polovina. Ju ftoj ta nisni dhe faleminderit për vëmendjen ju gjithë dhe medias me veçanti. Unë fjala për ty. Këtë ekzibion ka të rëndësishëm. Unë në fakt do t'ju përshëndes gjithë juve, miq që jeni sot në këtë ceremoni, në këtë ngjarje do ta quaj të shënuar. Faleminderit dashamirës të artit, kolegë. Afroje. Këtë herë, mbas Tiranës, Beratit, Fierit dhe qyteteve dhe disa qyteteve të tjerë, ne zgjodhëm që ekspozitën e radhës ose ekspozitën zyrtare të grupit tonë ta bënim në qytetin e Shkodrës. Pse zgjodhëm Shkodrën? Të dallume për traditë, të dallume për qytetari, të dallume për kulturë, të dallume për arte, veçanërisht për arte vizive. Shkodra, qytet simbol. Aty ku fjala dhe arti, mendimi nuk janë vetëm të shkruara në libra, por jeton për ditë, mes jush, mes banorëve, me mikpritjen, me gëzimin, me artin, në qytetin ku kultura nuk është luks, por është mënyrë jetese, ku arti ka lindur natyrshëm, si nevojë shpirtërore e qytetit dhe njerëzve të tij. Shkodra ka qenë dhe është një joshje përhershme për artistët e Plenit, të cilët pa përjashtim më shumë se një herë kanë qëndruar, kanë pikturuar që ruajnë më shumë se sa një pikturë nga ky qytet magjik. E zgjodhëm Shkodrën edhe si qytet i miqve tanë, i Xhenetës, i Agimit, i Ada Nënshatit, i Iqbal Kalas, Skënder Stricës, që i kemi pranishëm në këtë ekspozit, por dhe të shumë kolegëve të tjerë artistë të shkëlqyer. E zgjodhëm Shkodrën edhe për këtë publik, për ju, të edukuar e përherë si matar për vlera të respektuar dhe mbështetës. E zgjodhëm dhe për këtë galeri, që vetëm ruan një koleksion të shkëlqyer veprash, ka një staf të përkushtuar profesional e që bën një punë të palotur, të mbështetur, gjithjetore, me një nivel të lartë dhe që shërben qytetit dhe artistit. E zgjodhëm se është qyteti që mbështet artin dhe artistit, do ata i bën pjesë të jetës tyre, që ka një frymë të veçantë arti dhe kulture, shkodranët, çdo gjë e brejnë me stil, me gëzim, me miqësi. Megjithëse hapësirat e ekspozimit nuk janë më ato të mëparshme, e çdo ditë flitet për hapje ekspozitave të gjithë natyrave, kjo ekspozit në traditën më të mirë të pikturimit të peizazhit ka formuar një histori
me 11 ekspozitat e saj, 11 vite rrugtim, një vepër e përbashkët e 15 artiste, ku secili vjen me qëndrimet e veta krejt të veçanta, me përvojat individuale, me këndvështrime unike, qëndrime e pangjashme e lehtësisht të dallueshme. Ekspozita Plener 11 vën bashkë përsëri piktorët numeze të gjenisë peizazhit dhe pikturën e saj. Agim Kadillari, Agron Polovina, Anastas Konstantini, Buron Kaceli, Kujtim Buza, që ju përshëndet gjithë në pamundësi për të ardhur vetë. Nikolini Ivanaj, Pash Përvati, Ricarda Nënshadi, Sadik Kasa, Sevedin Stafa, Vanjo Vasili, Zaime Lezi, Gjeneta Kadillari dhe Iqbal Kadaja e Skënder Strica. Të bësh bashkë në një ekspozitë është e lehtë, ndoshta më e lehtë se ç'mendohet. Por të rrugtosh kaq gjatë në udhët e vështira të krimtarisë, së bashku tregon për përkushtim, seriozitet, besim e miqësi të gjithë secilit. Është qëllimi për të vlerësuar këtë traditë arte vizive shqiptare, për ta rikthyer në vëmendjen e artistëve dhe ardhasve, për të nxitur pikturimin e natyrës në shijen e hajrit dhe të dritës diellit, duke pasuruar me kontributet tona individuale, me interpretimet e reja bashkëkohore. Kjo është ajo që duam, kjo është ajo që bëjmë prej shumë vitesh, është ajo që vazhdon të na bëjë bashkë. Ekspozita Plenerit në fakt është një vjetar i krimtarisë secili prej nesh, duke radhitur vit pas viti krimtarinë më të mirë për kushtuar peizazhit, duke shënuar kështu një kontribut të dukshëm, të dallueshëm, të vlerësuar të gjithë secilit. Për artistët e grupit Plener, natyra është dhe udhëtimet janë primare. E duan natyrën veçanërisht peizazhin e bukur vendit tonë, duke të trajtuar të artistikisht, të realizuar me një marrëdhënie të drejtpërdrejt nga natyra manicë shqiptare, me shpirt, me emocion, ndjenja, ngjyrë, energji. Peizazhet të realizuar në veri, në jug, Buzdetit e mes bjeshve, në dimër, pranver, vjesht, si një kontribut në panoramën e peizazhit shqiptar. Kjo ekspozit vën në duke vetit e veçanta të krimtarisë se cilit artist të sjell prezantoj jo vetëm krimtarinë e tyre, me të mirat gjatë vitit, por më të mirë gjatë vitit, por edhe ndikimin në edukimin e publikut, në kuptueshmërinë dhe njohjen e artit dhe pranimin e tij në mjediset familjare. Faleminderit. Kënaqësi ju ftoj që së bashku të çabitemi në kjo ekspozitë që të mbajmë përshtypjet që do marrim në këtë mjedis.